Çdo ditë, palestinezët në Gaza përballen me një betejë vdekjeprurëse me shpresën se do të marrin ushqim. Ushtarë izraelit hapin zjarr mbi turmat që kalojnë zonat ushtarake për të mbërritur tendimat, ndërsa grabitës të armatosur me thika presin për t'i sulmuar ata që ja dalin. Palestinezët thonë se mungesa e rendit po rritet, ndërsa ata detyrohen të hyjnë në një garë për jeta vdekje për të ushqyer familjet e tyre. Mëfatlumët arrin të sigurojnë ndonjë pako thjerza ose ndonjë thes miell. Shumë të tjerë kthehen me duar bosh dhe detyrohen ta provojnë sërish të nesërmen. Del në për rrugë për të arritur përpara të tjerëve në pikën që unë e quaj pikë vdekjeje. Të gjithë e quajmë kështu. Treni është përpara nesh, mitralozi përpara, droni lart mbi ne, ndërsa në tokë ka ushtar me snajper. Qëllohet mbi këto që lëviz para kohe. Në momentin që tanku tërhiqet, ne fillojmë të vrapojmë një distancë gjatë rreth 600 metra, vrapojmë nga vendi ku jemi për të marrë ndihmën. Dëshmitarët palestinesë thonë se ushtarët qëllojnë për të penguar turmat të kalojnë në një pikë të caktuar para hapjes së qendrave, ose për shkak se njerëzit dalin nga rruga e përcaktuar nga ushtria. Ata thonë se ka breshëri të rënda nga tanket, snajperët dhe dronët. Nuk arrita të marrë asgjë sepse dërgojnë gjëra të thjeshta dhe i grumbullojnë në një vend të ngushtë dhe të gjithë njerëzit shtypen mbi njëri tjetrin, vriten mes tyre, vdesin dhe përleshen me thika. Aty ka shumë bandit. Më sulmoi dikush me thikë dhe u ktheva mbrapsht. Po ashtu amerikanët hedhin gaz djegës që verbon syt. Nuk sheh më asgjë. Kjo nuk është thjesht vuajtje, është padrejtësi. Izraeli filloi të lejojë futjen e ushqimit në Gaza muajin e kaluar pasi për 10 javë kishte ndërprer plotësisht dërgesat e ndihmës humanitare. Kombet e Bashkuara thonë se kjo nuk është mjaftueshme për ta ndalur urinë e palestinezëve në rripin e Gazës. Mira njerëz janë të detyruar të ecin kilometra të tërë për të arritur te qendrat e ushqimit, 3 prej të cilave ndodhen në skajin jugor jashtë qytetit Rafa. Palestinezët thonë se rreziku fillon sapo turmat hyjnë në zonën ushtarake izraelite që rrethon Rafahun.